Flamurtari luan të shtunën në orën 15 në stadiumin e Vlorës ndeshjen e vitit me Besën e Kavajës. Takimi luhet në kuadër të javës së 31 të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë. Trajneri i Flamurtarit Artim Pollozhani e cilëson një ndeshje të rëndësishme, ndërsa gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, deklaron se qëllimi është që të shtunën matematikisht skuadra të ngjitet në Super League dhe të festojë bashkë me tifozët. Të gjithë janë të mobilizuar që të shtunën të jetë një fest për qytetin, klubin dhe futbollistët, thot trajneri Pollozhani. Sigurisht nesër me fitoren e matematikisht ngjitemi superiore dhe synimi është edhe i joni edhe i klubit dhe i lojtarëve i gjithë qytetit është ai që ne nesër me fitore këtu në para tifozëve tanë të ngjitemi superiore. Tani përsa i përket stërvitshmërisë, sigurisht që grupi ka pas stërvitshmëri, por që kur ka një ndërrim të tillë, sigurisht që secili trajner ka ato idetë veta, por që ajo qëllimi ose e përgjithshme është që të arrihet qëllimi ose ai objektiv që ka klubi prej fillimit të kampionatit. Kështu që unë mendoj që të gjithë janë mobilizuar, të gjithë janë karikum që nesër të jetë një fest për qytetin, të jetë një fest për klubin, të jetë një fest për futbollistat edhe për presidentin. Trajneri Flamurtarit Artim Pollozhani thekson se është punuar në të gjitha drejtimet edhe nga ana psikologjike për një rezultat pozitiv. Koha nuk premto shumë, domethënë patjetër që duhet të jemi më agresiv, patjetër që duhet të shtojmë forca në finalizim më shumë për të shënu, patjetër që është punuar edhe nga ana psikologjike, domethënë në gjitha drejtimet sa mund të arrish për një kohë kaq shkurt që bësh diçka që sigurisht që për të arritur atë rezultatin pozitiv. Kreu i pankinës vlonjate thotë se janë marrë të gjitha masat dhe se është studiuar kundërshtari, ndërsa thekson se duhet të futet mentaliteti fitues për të arritur qëllimin që ka klubi dhe kjo gjë duhet merret në ndeshjen me Besën. Po, patjetër që kemi marrë masa, kemi studiu, dim pikat e forta dhe dobta ku i ka dhe unë besoj që nëse nesër arrim që të fusim atë filozofi që ne kemi punuar gjatë këtyre ditëve, unë besoj që do e kemi të lehtë dhe të arrim qëllimin që e ka gjithë qyteti dhe gjithë klubi. Trajneri Flamurtarit Artim Pollozhani thekson se skuadra ka një grup shumë të mirë dhe duhet të tregojë veten në ndeshjen me Besën, pasi lojtarët kanë detyrë të vendosin pikat mbi i. Ai bën thirrje të luhet me qetësi në kokë dhe me zjarr në zemër. Që ka grup jashtëzakonisht mirë, ka grup me futbollistë që janë me eksperiencë, gjithashtu edhe me teknikisht mirë. Unë mendoj që ata duhet ta shpërblejnë e para veten, pasi që kanë bërë një kampionat jashtëzakonisht mirë. Edhe e dyta kanë si obligim që të ndërrojnë klubin, qytetin, presidentin edhe gjithë në radhë, por që duhet t'i vënë pikat mbi i nesër, pasi që është një grup jashtëzakonisht i mirë, një grup me cilësi të mira, me karaktere të mira, dhe unë besoj që nuk ka nevojë për motivim, nuk ka asnjë farë lloj motivimi jashtëm, nuk bë punë nesër. Domethënë motivimi duhet vi nga brenda, nga grupi. Nëse këtë do arrim, atëherë nuk besoj që do ketë probleme, por që duhet ta marrim me qetësi, jo me eufori, duhet luajmë me mend, jo me zemër. Domethënë duhet jemi të qetë në kokë dhe zjarr në zemër që të arrijmë atë objektiv. Trajneri Artim Pollozhani ka edhe një thirrje për tifozët që të jenë të shumtë në mbështetjen e Flamurtarit të shtunën në orën 15 në takimin me Besën në stadiumin Flamurtarit të Vlorës, por u bën thirrje që të ruajnë qetësinë. Kam një thirrje për tifozët, sigurisht që duhet vinë një numër mjaft të madh, por që duhet ta ruajnë qetësinë sepse për momentin klubi ka nevojë për qetësi. Sigurisht që duhet të jenë zëshëm patjetër, por që duhet të ruajmë qetësinë. Është mjaft jashtëzakonisht e rëndësishme të ruhet qetësia, sepse jemi në rrugën e duhur. Nuk është si vite më parë, jemi në rrugën e duhur, e kemi në dorë vetë, kështu që nuk ka nevojë për asnjë farë lloji problemi, për asnjë farë lloji eksesi, vetëm duhet të vinë tifo dhe unë mendoj që bashkë me ata pastaj në fund. Klubi ka vendosur që për ndeshjen e të shtunës në orën 15 me Besën e Kavajës, tribuna qendrore të kushtoj 1.000 lekë, ndërsa tribuna D e miqve 500 lekë. Hyrja në tribunën C do të jetë falas, po ashtu hyrja për vajzat dhe gratë në të gjitha tribunat do të jetë falas.